Përshëndetje të dashur miq, Ramazana sot është dita botërore e tuberkulozit. Kjo ditë e veçantë është krijuar për të ngjallur vëmendjen globale ndaj kësaj sëmundjeje. Gjatë viteve, Kina ka marrë pjesë aktive në përpjekjet globale për parandalimin dhe kontrollin e tuberkulozit, me vendosmëri të madhe, mençuri të jashtëzakonshme dhe veprime konkrete, duke demonstruar përgjegjësinë e saj si një vend kryesor dhe duke dhënë kontribut të bazëvendësueshëm në luftën globale kundër tuberkulozit. Në fushën e shëndetit publik global, detyra e parandalimit dhe kontrollit të tuberkulozit është e mundimshme. Kina ka marrë pjesë aktive në të dhe ka luajtur një rol kyç. Brenda vendit, Kina ka krijuar një sistem parandalimi dhe kontrolli të plotë dhe efikas. Qeveria kineze ka investuar shumë dhe institucionet mjekësore kanë kryer ekzaminimin e tuberkulozit në zona të largëta. Ekipet mjekësore kineze me durim kanë diagnostikuar dhe trajtuar pacientët nëpërmjet shërbimeve falas dhe edukimit shëndetësor, duke përmirësuar ndjeshëm shkallën e zbulimit dhe shërimit të pacientëve, duke kontrolluar në mënyrë efektive shkallën e incidencës në familje dhe duke i ofruar botës përvojë kineze. Në nivelin e kërkimit shkencor, studiuesit kinezë kanë bërë përpjekje të mëdha, duke përdorur pajisje të përparuara për të eksploruar karakteristikat, mekanizmat e transmetimit dhe rezistencën ndaj ilaçeve të bakterit të tuberkulozit, dhe kanë zhvilluar një sër teknologjish diagnostikuese e barnash terapeutike me të drejta të pavarura të pronësisë intelektuale. Këto arritje jo vetëm që zbatohen brenda Kinës, por edhe promovohen globalisht nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar, duke përmirësuar efektivisht nivelin e teknologjisë globale të parandalimit dhe kontrollit. Në arenën ndërkombëtare, ekipet mjekësore kineze kanë shkuar në vende dhe rajone me incidencë të lartë të tuberkulozit, për të kryer trajnime për parandalimin dhe trajtimin, për të demonstruar metoda të përparuara diagnostikuese, për të ndarë përvojën dhe teknologjinë e parandalimit e trajtimit dhe për të dhuruar barna e pajisje, për t'i ndihmuar këto vende dhe rajone të përmirësojnë sistemet e tyre të parandalimit dhe trajtimit. Shumë pacientë janë shëruar pas trajtimit dhe shpresat e tyre për jetën u ringjallën, gjë që tregon plotësisht kontributin pozitiv të Kinës në parandalimin dhe kontrollin global të tuberkulozit. Sipas informacioneve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, situata globale e parandalimit dhe kontrollit të tuberkulozit mbetet e rëndë dhe diagnostikimi e trajtimi i tuberkulozit përballen me sfida të reja. Prandaj, bashkësia ndërkombëtare duhet të forcojë bashkëpunimin, të rrisë investimet dhe t'i përgjigjet së bashku këtij kërcënimi global të shëndetit publik. Kina gjithashtu do të vijojë të marrë pjesë në të gjitha aspektet e përpjekjeve globale për parandalimin dhe kontrollin e tuberkulozit dhe do të punojë krah për krah me vendet e tjera të botës për të bërë përpjekje të pandërprera drejt qëllimit për t'i dhënë fund epidemisë globale të tuberkulozit.